Mirëmbrëma, përshëndetje për të gjithë ju që po na ndiqni në ekran, në rrjetet sociale, gjithandej ku plason videot e Eliteway, emisionit të së dielës mbrëma në OTV. Jemi në festën e Fitër Bajramit, andaj urime të gjithëve, paqe begati në familjet tuaja. Pa humbur kohë, zbulojmë edhe të ftuarit e parë për sonta. Ata janë Shpat Kasapi, një nga fenomenet e skenës muzikore të viteve 2000. Axhami, hiti që pushtoi tregun muzikor. Përveç muzikës, Shpati ka qenë shpesh në qendër të vëmendjes edhe për jetën e tij private. Kemal Alçair, artist i njohur nga Turqia, i specializuar në muzikën tradicionale turke dhe instrumentin baglama, i njohur për bashkëpunimet me yjet më të mëdhenj të Turqisë. Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në Eliteway. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Shpat mirë se erdhe në Eliteway, po takohemi pas një kohë shumë të gjatë. Po. Si është Shpati? Shpati është shqyr mirë, me shëndet mirë. A ka diçka trese, i pash disa lëvizje, një shpërngulje nga Maqedonia në Shqipëri, që shpëjet si jetë atje? Një vjetë e 3 muaj, jemi shpërngullu në Tiranë, bashkë me familjen time, dhe ndihem shumë mirë atje. Kemal, ke bashkëpunuar me shumë artist, po cili prej tyre është më problematiku në studio dhe pse pikërisht Shpat Kasapi? Bir sürü şarkıcılarla çalıştınız ve hangi şarkıcı en problematik ve tam olarak neden Shpat Kasapi? Shpat Kasapi, ben onu bir arkadaşım dolayısıyla tanıdım. Bir dostumuz, ortak dostumuz, onun dostu, benim dostum, abisinin dostu, benim dostum. Biz çok tesadüfen yan yana geldik. Unë kam njohur Shpat Kasapin nga një miqësi e përbashkët, pra një mik I tij së bashku. Ondaki o sesin berraklığını ve çok güzelliğini görünce realisht duke onunla bir proje yapmak istedik. Bir proje çalışalım dedik. Neden olmasın dedik. Çok güzel bir proje çalıştık. İnşallah yakın zamanda o projemiz çıkacak. Besoj që me lejen e Zotit, domethënë së shpejti ky projekt problematik sanatçıya gelince sanatçıların aslında hiçbirisi öyle çok fazla problemli değil. Sadece onların istediği güzel olunca, onların istediği yolda ilerleyince, doğru ilerleyince güzel oluyor her şey. Shpat'ta benim parlayan yıldızım, yeni yıldızım o benim. Shpati është ylli që shkëlqen. Unë vetëm gacmova pak sepse Shpati nuk njihet si këngëtar problematik, po përveç Shpatit ju keni edhe bashkëpunime me shumë artista të mëdhenj në Turqi. Cilët janë ata artista për gjitha audiencën që nuk e din? Aslında ben sadece sizi şey yapmak istedim çünkü Shpat böyle problematik bir insan gibi tanınmıyor. Ben aslında size de sormak istediğim bir sürü ünlü şarkıcılarla çalıştınız. Onlardan isim vererek de bahsedebilir misiniz? Gayet tabii ki. Bunların en başında 32 senedir İbrahim Tatlıses'le birlikte çalışıyorum. Onu sizler de tanıyorsunuz. Burada bütün Balkan tanıyor. Sadece Balkan değil, Avrupa, tüm dünyada tanınan bir ses. Ebru Gündeş, Sibel Can, Küçük Emrah. Ebru Gündeş'i söyledim. Yani sizin burada dinlediğiniz bütün o seslerle birlikte mutlaka çalıştım. Të gjithë këto zërat që ju I keni dëgjuar këto, dua ta them që me të gjithë kam 32 senedir İbrahim Tatlıses'le birlikteyim. Më së gjati, prej 32 vjeteve, jam së bashku me İbrahim Tatlısesin. Olduk, aynı beden gibiyiz yani. Tani mund të themi që jemi gati një trup I vetëm. Shpat, a mos ki plan tash me fillu ndoshta edhe me një zhëndër pak ma ndryshe për shkak të bashkëpunimit me Zotri Kemalin, edhe a ka gjosa që Shpati mundet me shku në Turqi e mund të shohim të ardhmen edhe me ndonjë serial turk, sepse din sa shumë I dojnë Kosovarët. Seriali turk mendoj të jetë në planin e dytë, sepse plani I parë është bashkëpunimi jonë bashkë me Zotri Kemalin, cili si që thatë vetë edhe prezentimi ju të ishte shumë I mirë, që është një profesionist dhe mik I ngushtë Ibrahim Tatlises, të madhit legjendës e gjallë, me këngët e cilit jemi rritë. Për mua është një kënaqësi dhe një ndesh shumë I madh, e para punës të punoj me njerëz si Zotri Kemali, profesionist, dhe plani I arshëm është bashkëpunimi jonë I radhës, I cili do t'jetë një këngë, e cila do t'jetë një këngë, mos qaj për mua, këngë ime e vjetër, që kemi kthyer, ripërpunuar me Kemalin në një verzion tjetër, më orient. Ndoshta në të ardhmen si djetë, copëza të melodisë tuaj mundeni mi po edhe në ndonjë film, pse jo?
ajo do t'jetë në dorën e tyre. Sepse pash një video të shkurt, ku ajo mënyrë të kënduarit zakonisht është edhe një natyrë e shpatit nga kaluara, sepse shpatin gjithmonë e ka njoft me balada. Po, falemderit, sepse për mua është kompliment kjo, dhe mendoj që pse jo, mund nëse arrijet një marrëveshje për të futur në një sekuencë me muzikë filmike, në një film, e kanë në dorë këto pastaj. Se si do të vjoj bashkëpunimi, edhe ajo do t'jetë në dorën e këtyre, rëndësi ka që unë jam pëlqyer nga ana e Zotri Kemalit, bashkë me stafin e tij, dhe Stambolli ka qenë çdo herë një ëndër e imja. Jem, për shembull, ty në një studio atje, t'jemi pranueshëm që është shumë e rëndësishme, ku kësaj here do ta kem fatin ta kem këtë të gjë. A është në ëndrat tuaja ndoshta të bashkëpunoni edhe ju me Ibrahim Tatlises? Se jo, Zotri Kemali është bisedime për këto gjëra. Nuk do t'i shpalosim, nuk t'i thuhem gjitha, sepse do të shohim si do vijojnë gjëra, të cilët janë duke shkuar në rrugtimin e mirë, por Zotri Kemali i ka kontaktet dhe gjërat po shkojnë shumë mirë deri tash. Më vjen shumë mirë dhe shpresoj që m'ju pa sa më lartë. E kemi pa që kohëve të fundit ka shumë kosovarë shqiptarë që atje kanë bo bujt shumë të madhe në Stamboll. Zotri Kemal, në studio, cili jeni më kërkues dhe cili më tolerant? Kemal Bey, studioda beraber çalışınca en fazla tolerans gösteren ve en fazla böyle titiz olanı. Hepsi kendine göre çok titiz, hepsi kendine göre çok yani işlerini sevdikleri için aslında. İşlerini seviyorlar, o yüzden de böyle titiz olmaları çok normal. Dua të them që të gjithë janë të kujdesshëm dhe nga që të gjithë duan që gjithçka të shkojë shumë mirë, të gjithë kanë kërkesa shumë të larta. Në këto bashkëpunime, a është më vështirë të përshtatësh ju me stilin shqiptar, apo shpati me stilin turk? Daha zor olanı hangisi? Acaba siz mi işte Şpat'a böyle uyum sağlamak yoksa Şpat Bey mi size uyum sağlaması? Herhalde ben biraz zorum. Mendoj që unë jam pak më i vështirë. Çünkü proje başladığı zaman en başından en sonuna kadar o senin bir bebeğin gibi. Sepse kur fillon projekti nga fillimi deri në fund, elbiseden yola çıkarsak bir insan vücudu var, ona yakışan bir elbise dikmek lazım. Bu en zor olanı. Është domethënë si një çepje një fustani, kur e ke një trup edhe ti duhet ja përshtatësh në perfeksion atë fustan. Publiku është kurioz, përveç këngëve të shumta. A do të na sjellni balad për shkak që ju të dy njiheni shumë mirë me atë zhondër? Aslında şey soruyor, yani balad gelecek mi? Bizde bütün her şeyi duyacaksınız. Yani yapacağımız işlerde, yapacağımız şarkılarda kendinize çok yakın hissedeceğiniz şeyler olacak içinde. Ama belki bir bölüm, belki küçük bir bölüm, belki büyük bir bölüm. Zaman zaman ağlayacak insanlar ama zaman zaman gülecek, oynayacak. Yani biz aslında kendi içimizdeki duyguları dökmeye çalışıyoruz. Neve në fakt të gjitha ndjenjat brenda nesh do t'i transmetojmë. Disa herë do të thonë do ju bëjmë madje edhe të qani, pak nga pak thot do të ketë nga të gjitha këto zhanërat. Shpati, si e me jetën sentimentale për arsye që nëse duheni me na bo me qaj, dika duhet më ardhi inspirime? Unë jam mjeshtër i asaj pune. Normalisht, po në studiot e Turqisë më dhe ndalon ajo, normalisht sepse në Turqi punohet me shumë instrumentist, edhe normal që edhe ato miksetat i kanë më profesionale, edhe pse edhe të ne kanë fillu t'i blejnë, t'i kenë, po që punohet me një orkestër të tërë, dhe kështu që nuk do të ketë problem, edhe vetë timbri, vetë ndjenjat vjen kur punon me një sound të mirë në studio. Unë zakonisht ja akumlon tek shkruesve, nuk është se Nuk i shkruan vetë? Nuk është se kam vujt, jo. Diçka kom shkrujt vetë, po... Në këtë bashkëpunim me Zotri Kemal, cili shkruan tekstet, apo është dikush i tretë? Është dikush tjetër në Turqi që shkruan, bashkë ndoshta edhe Kemal Bey shkruan tekste. Si tekste yapıyorsunuz? Yani çok değil. Ben daha çok kompozisyon. Ma shumë kompozicione, edhe orkestrime. Shpat, e përmenda që je shpërngull në Tiranë, çka po të mungon nga Maqedonia? Shumë gjëra, sepse çdo shtet ka të bukurën e vet, është si puna e frutave që kanë shijen e vet.
apo Sistrinët që kanë klimën e vetë, më dhanë edhe Maqonia ka të vetat e mira, Tirana ka gjerat e mira, më mungon infrastruktura e Shkupit, edhe Tetovës, infrastruktura rrugore dhe në përgjithësi, më mungojnë gjethet e Shkupit, Jeshillëki, më mungojnë shumë gjëra. E ki diskutu me një nga emisionet që ju keni kalu në një angth dhe depresion. Në momentin kur ke vendosë me bo edhe këtë shpërngulje, edhe Jo, ka qenë i vogël kur kam qenë. Si pas deklaratës tënde, është që për me te kalu gjitha këto, ju keni gjetë mbështetje duke besuar në Zot, duke falë namaz, po. Edhe duke u falër. Me që sot jemi në ditën e Bajramit. Po, nuk do të fokusohem shumë të kjo temë, sepse kjo ka qenë kur kam qenë i vogël, unë dhe e kam thënë unë. Do të me thonë, nuk ka qenë një deklarata aktuale? Jo, kam thënë kur kam qenë i vogël e kam kaluar si fast. Mu po më interesën besimi në Zot, për shkak që është sot ditë Bajrami. Po, gëzuar. Deshta me të pytë se sot ka ndimu kjo në qetësinë shpirtërore, edhe me që e kaluam edhe muaj në shenjtë të Ramazanit, si shkoj për ty? Pa tjetër që po, është namazi është një ndër kushtet që duhet bërë dhe duhet frymëzuar për të besuar në Zot dhe normal që të ndihmon në shumë aspekte, jo vetëm në angth apo gjëra tjera, të forcon imanin, të forcon besimin ndaj Zotit. Mendon më pozitivisht, ka shumë gjëra pozitive. Kemal, për fanësit e tua në Kosovë, a është zemra jote e zën, apo është ende në kërkim të melodisë së bukur? Ishte fandare një ziqen, kalbiniz me shkull më, jo kësa jeni melodi dhe ra qëkmë. Kalbim me shkull, eşimle, çocuklarımla, ama melodi olursak melodi her zaman açık. Uyursam bile melodi düşünürüm. Nëse flasim për zemrën, zemra është mbushur me gruan edhe me fëmijët e mi, ndërsa për melodi gjithmonë është e hapur. Çünkü dünyadaki en güzel şey müzik bana göre. Sepse sipas meje gjëja më e bukur në botë është muzika. Dilini bilmiyor olabilirsin. Bir ülkeye gidiyorsun. Çok uzak bir yere gittin. Onun dilini bilmiyorsun ama ortak bir dil var. Ne zaman notayı koyuyorsun, o parçayı çalıyorsun. Bu dünyanın en güzel şeyi. Bence müzik dünyayı birleştirmeli, barışı simgeleyen tek şey. Mendoj që është gjëja që ofron paqe në të gjithë botën, në momentin që shkon në një vend ku gjuhën nuk ja din, në momentin që ti ke një pjesë me nota dhe ti fillon, do më thonë, ti instrumentosh këtë nota, është gjëja më e bukur dhe aty ndodh komunikimi më i bukur. A ke ndëgju muzikë shqip përpara edhe a njën do një këngë shqiptare? Daha önce Arnavutça şarkıları duydunuz mu, dinlediniz mi? Evet, çok. Ve biliyor musunuz? Şimdi belki isim hatırlayamayabilirim ama melodisi ne zaman çalar ben onunla birlikte söylerim. Nëse patjetër kam dëgjuar shumë, këngën një emër nuk mundem të them, por në qoftë se ja dëgjoj melodin, mundem me njëherë ta përshkruaj. Çünkü bize uzak değil, çok yakın. Yani bir kapı var, sınır var sadece. Niçin var o da bilinmiyor ama işte var. Müziklerimiz aynı. Sepse nuk kemi shumë largë, e kemi një kufi një derë, gati muzikat janë shumë të afërta me njëra tjetrën. Nuk e di ata kanë thëmë, por në Kosovë shumë gra, femra, shikojnë shumë seriale turke dhe vajtojnë shumë me muzika turqesht. Bilmiyorum acaba bunu duydunuz mu ama Arnavutlar bir sürü dizi izliyorlar ve şarkıları hissederek ağlıyorlar. Biliyorum. Biliyorum. Burada çünkü çok arkadaşlarım, dostlarım var. Di, sepse kam shumë miqësi këtu. Onlarla görüşüyorum. Zaman zaman onlar Türkiye'ye geliyorlar ya da Avrupa'nın başka yerlerinde görüşüyoruz. Ata vinë atje, ose Türk takohen dizilerinin ve filmlerinin burada çok rekabette olduğunu biliyorum ki bazı diziler var, şimdi ismini söylemeyeyim. Onlar oynadığı zaman insanlar sokağa çıkmayıp sadece evde ne oluyor, ne bitiyor. Eğer ağlıyorsa ağlıyor, gülüyorsa gülüyor, bunu biliyorum. Anullojnë edhe të dalurën jashtë vetëm për të pritur pjesën e serialit. Edhe I di shumë mirë dhe kur qajnë edhe gjitha pjesën se si e përjetojnë emocionalisht. E di, edhe në Kosovë është e njëjta gjë, shpat, a shet ti seriale? Shumë pak. Shumë pak. E kemi pa që ki qenë shumë aktiv kove të fundit edhe si që është projekti jëtë Amaneti I babës. Po ne si që kemi shqiptarët tradit, para se të martohet një qift, shkone kërkon nga babaj. Më thënë, akoma këto tradita përdoren tek ne.
Dhe është një gjë që duhet ruajtur në sirtar, si ta themi, në sirtarin e shpirtit, sepse ti ku e kërkon vajzën e tjetrit e kërkon për nder, jo për diçka tjetër. Dhe kështu është, këtu fillon ai qëllimi i pastër që ti do të krijosh një familje me të, do të kalosh një jetë bukur dhe ta ruash si që ka ruajtur dhe familja vet. Ti je krahu i djathtë i saj. A mendojnë që kjo traditë duhet ruajtur e jo të zhdukët, sepse tash ti gjeneratat vetëm po shkojnë edhe po i ndryshojnë krejt tradita që dikur kanë qenë shumë të vlefshme. Ajo duhet ruajtur sepse ti njoftohesh me një familje, krijon një miqësi tre që ty dikur do të respektoj dhe do respektosh dhe ti ato. Do thonë, puqen dy familje, të cilat duhet të shkojnë shumë mirë sipas mendimit tim. Krijon një familje dytë, mendoj unë. A ka qenë ndonjë amanet që ta kanë lënë për bashkëshortën? Amaneti ka qenë që babai vetë ka thënë, babai Selvës, ka thënë që ti do e shohësh gocën tim siç e kam ruajtur unë, siç jam kujdesur unë për ty, do ta lë amanet që ti të kujdesesh në të ardhmen për të si burri jot i arshëm, burri i Selvës i arshëm qesh. Çka ka ndryshuar të shpati të qenurit baba? Sa ka ndryshuar, sa ka ndikuar te ardha në jetë? Shumë gjëra, unë jam mbush shpirtërisht me Roelin dhe me Selvien bashkë që jetojmë. Jam stërmbushur, më thonë, shpirtërisht, jam i plotësuar dhe i falenderoj Zotin e madh shumë për këtë dhuratë që më ka sjell. Me Roelin kaloj shumë kohë bashkë. A je baba i dedikuar, a ja përkushton kohën? Jam, sepse ajo është një fëmijë shumë i dashur. Është një fëmijë që do të lozi, më shumë loz me mamin e vetë, me thonë drejtën. Se prej me është i distancum, sepse unë kur e shoh sy, ndalon. Sjellja babait dhe nënës dallon, normalisht, marrëdhëniet. Edhe e kupton atë sjelljen time. Po kur do të dali, të shëtisim, më kap mu për dorë, e din që unë do e nxjerr. Selvia më shumë loz në shtëpi me ta. A keni planin ndoshta për një fëmijë të dytë, sepse e tha që djali po luan me nënën, ndoshta duhet një gocë në familje. Besoj që po, qalëm kohës. E kemi disa sekuenca të këngës tënde, po e ndëgjojmë pak, po e shijojmë edhe pastaj kthehemi në studio. Nga dora babëse ka marrë dhe jam betu se do të dua. E si ma bën zemra kur ajo del me vello e mbuluar. Hajde o bukuri, hajde se mushtu jeta, festojnë për këtë dashni, fatin të ty e gjeta. Me se da, mu se marë bukur s'ka pa. Kjo dasëm me të para, ljumë fati ku sheka. Kjo dasëm me se da, mu se marë bukur s'ka pa. Kjo dasëm me të para, ljumë fati ku sheka. Zotri Kemal, me siguri e keni hulumtuar edhe këngë të vjetra të shpatit. Edhe këngë të reja. A të pëlqen më shumë shpati vjetër apo shpati verzion i ri? Da, janë si se daha çok beğeniyorsunuz. Eski şpat yoksa yeni mi? Zor bir soru. Një pyetje shumë e vështirë. Çalışmadığım yerden geldi. Ka ardhur një pyetje nga aty ku s'kam punuar. Yani eski şpatı zaten siz biliyorsunuz. Önemli olan benim için bizim yapacağımız çizgideki şpat daha çok önemli. Pak a shumë shpatin e vjetër ju e njihni, për mua shumë. Ama eminim herkes beğenecek. Rruga e re që kemi nisur. Biz tabii onu çok değiştirmeyeceğiz. Neyse o adam zaten olmuş. Ona bir şey öğretmeye gerek yok. O zaten ne, her şeyi çok iyi biliyor. Ne, nuk është se do e ndryshojmë, nuk është se do e mësojmë diçka, sepse ai di thuajse të gjitha. Po si kompozitor, çka është diçka që kërkon nga shpati me nxjerr diçka ndryshe? A është një kërkesë e jotja? Peki siz shpattan farklı bir şey çıkartmak istediğiniz var mı besteci olarak? Var. Oh. Var. Biz daha çok oryantale, biraz daha Balkan'ı, oryantali, popu
arabeksi, bunların hepsinden remix yaparak bir tarz oluşturacağız. O da ona yakışacak. Onun üzerinde bir kıyafet gibi olacak. Ne mendojmë në thojzat I veshim një veshje të re shpatit, paka shumë një muzikë orientale, arabex, remix, por jam e bindur që të gjithë do e pëlqejnë. Po me jetën tënde, çka do ndodh përveç bashkëpunimeve me Shpatin, a ke ndonjë projekt tjetër me të cilin je duke punuar në Turqi? İkisizin ne olacak? Başka bir proje var mı? Yani yoksa şu an sadece Şpat ile mi devam? Ne kadar çok fazla proje başka insanlarla o zaman insanın kafası çok daha fazla karışıyor. Sa më shumë projekte dhe njerëz, Bendeki mantalite ngatrohet. bir şeye başladığın zaman ilk önce ondaki geldiğin yeri görmek. Unë dua që kur ta vazhdoj rrugën me dikën të shkojmë të arrijmë deri dikun dhe të bëjmë diçka shumë të saktë. Bir yıldız varsa parlayan onu söndürmenin hiçbir anlamı yok. Ne kadar çok parlak o kadar daha güzel. Kur është një yll që shkëlqen, sa më shumë të shkëlqej aq më mirë, thotë është. Kalabalıktansa bir kişiyle temiz ölene kadar daha güzel bence. Unë jam më shumë me një person të pastër deri në fund të jetës. Po më pëlqen për kushtimi jot, sepse kjo ka filluar të ndryshoj tek producentat të tjerë, të cilët vetëm se a mundën të marrim njerëz ma shumë e të punojnë ma tepër. Po është I rëndësishëm dedikimi ndaj një personi. Yani gerçekten bir kişiyle ilgilenmek çok önemlidir ki şimdiki insanlara ne kadar çok şarkıcı bulursak. Aynen. Po du me ngacmu diçka. Cili ushqim shqiptar ka bu me haru kebabin e Turqisë? Burada hangi yemeği beğendiniz ki? Yani Türkiye'deki kebabı unuttuğunuz an. Evde anne, çok ayıp olacak şimdi söyleyeceğim ama anne dün evde, Şıpat'ın annesi sarma yapmıştı. Yaprak sarması. Aynı benim annem gibi, rahmetli annem gibi. Evet, aynı. Mükemmeldi. Më ka bërë mami I Shpatit, ka gatuar sarma me gjithë rrushi dhe thot I ka bërë njëjtë si mami im e ndjera. Onun da buradan ellerinden öpüyoruz. Edhe që nga këtu I dërgojmë shumë respekte mamit Shpatit dhe I puthim duart. Shpat, cili ka qenë momenti më emocionues I gjithë karierës tënde, prej fillimit rrugëtimit në muzikë e deri më sot? Emocionet kanë qenë të parat në festivalet ku kam marrë pjesë. Emocioni I parë ka qenë festivalin Këngët e Stinës 2002, të cilin e transmetonte Radio Televizioni Shqiptar në atë kohë, dhe ka qenë një festival shumë I madh me shumë publik, kam fituar vendin e parë, ka qenë ndër emocionet e mia më të mëdha. A I ke tregu zotri Kemali që dikur koncertet I ke pas me 500 femra? Me shumë fansa, do me thonë atër normal çmendeshin femrat, pa I ka parë në për video, diçka I kam tregu, po jo gjithë shka, sepse shumica në për arkiva dhe besoj t'i gjej dhe që a tregoj të ardhmën. Po bashkëshortja, a do t'ishte gjeloze nëse Shpati edhe sa do t'i kishte të njëjtat koncertet si dikur? Jo, sepse Selvia e din kën e ka marrë në krah. Se tash nuk I diet kur shkon në Turqi me baladat që puna presin, mundën me fillu me Selvia e din kën e ka në krah dhe ka shumë besim të kun, si që ka mu besim të ajo. Po pak gjeloze se cila femër e ka pak natë? Normale është, por nuk e ka aq shumë, nuk është gjeloze Selvia, është shumë e kuptueshme. Çka e bën fort martesën e juaj? Kjo që e thash tashi, nuk kemi gjelozi diçka të madhe, kuptohemi shumë me njëri tjetrin, jemi të njëjtat frekuenca, me karaktere jemi shumë të ndryshëm, që është shumë mirë, por me kuptimin e thënjes, atë që bisedojmë me marrëdhënie, jemi shumë rregull me njëri tjetrin, nuk debatojmë shumë. Ose kur kemi një debat, do ta quaj tashpër, një debat thellë, e zgjedhim shpejt, edhe e mbyllim. Nuk I fol shumë për bashkëshortën në media, nëse do të kishte qenë Kam fol, shumë kam fol. Që I kishe thënë sot, qa do t'i thoje? Selvijes, krënohëm dhe gëzohem shumë që kam gjetë një grua si ti, je pjesa më rëndësishme e shpirtit tim, dhe inshallah dhash Zoti dashuria jonë vazhdoj kështu si që ka fillu. Sa e bukur! Faleminderit shumë Shpati. Zotri Kemal, ishim du bisedu me Shpatin për bashkëshortën e ti dhe që dikur Shpat Kasopi ka mbush koncertet me 300 deri në 500 femra.
Ma shumë, 1.000, 2.000. 1.000 femra. 300 tash i mbushim. Une po besoj që do të ndodhë shumë shpejt edhe e njëjta, ndoshta në të ardhmen t'i keni të tilla edhe në Sambal. Aslında ben Şubat Bey'le konuşuyordum. Eski konserleri 2000-3000 kadınla yani oluyordu. Şimdiki yapacağınız yeni şarkılarda bu sayı daha fazla olacak diye ve aslında bir eşi de olduğu için acaba kıskançlıklar vesaire olacak mı? Kıskançlık bilmiyorum. Olur mu bilmiyorum ama olmaz diye düşünüyorum. Çünkü oraya gelen kadınlar ya da erkekler ya da bizi izlemeye gelen konsere her kim geliyorsa seyirciler bizim şarkılarımızı seviyorlar. Bizim müziğimizi seviyorlar. Dolayısıyla biz onlara sevgiden ve güzellikten başka bir şey vermemiz mümkün değil. Onların çoğalacağını biliyorum. İki misli demiyorum, 3 misli demiyorum ama 4 misli, 5 misli diyebilirim. Yani 3.000 değilse 15.000 olacak kesin. Qoftë se kanë ardhur përpara 3.000 gra në një koncert, jam I bindur që ka me kalu mbi 15.000 gra, por thot që nuk besoj që do ketë në një situatë xhelozie me bashkëshorten e tij, sepse njerëzit që vinë të na dëgjojnë duan muzikën, duan këngën dhe më shumë fokusi është aty. Shpati ka një këngë të cilën ende shumë njerëz e këndojnë të gjithë, sidomos ata që vuajnë. Unë, me që nuk mundëm të realizoni me instrumentin tënd Kemal, do doja nga Shpati na këndon të këngën e ti e cila është një pernë edhe e cila ka lënë gjurmë në industrinë e muzikës. Kushtë ndau prej meje. Shpatënın bir şarkısı var ve instrumenta çalamadığımız için onun söylemesini istiyoruz. Çünkü hala o şarkı çok seviniliyor Arnavutlardan. Hadi dinliyoruz o zaman. Leta dëgjojmë. Kushtë ndahu prej meje, kushtë mbushi mendjen, të jetosh pa mua, me 1.000 plakë në zemër, ditën kur unë ise, në atë rrugë mërgimi, për mua ish fundi, e për ty fillimi. Faleminderit shumë Shpati, ka si shumë zemra kjo këngë. Bir dahakine inşallah bütün orkestramızla geleceğiz, size konuk olacağız. O zaman da güzel güzel çalarız. Uroj që herën tjetër të vëmë këtë si orkestër dhe t'ju bëjmë komplet performancë të plot. Është kënaqësi e jona, unë ju pres gjithsesi sepse kuptova që sot do ikni nga Kosova, por herën tjetër do t'jemi shumë mirë të organizuar të bëjmë diçka të bukur edhe për publikun e Kosovës. Memnuniyetle bekleriz ve bugün döneceğinize haberimiz oldu. Bir sonraki gelişinizle tüm ekibinize bekleriz. İnşallah. Për shkak që jemi drejt fundit, po kam dëshirë ndoshta nëse keni caktuar ndonjë datë të lansimit të projekteve, edhe sa do t'jenë gjithsej, sa këngë, a do t'jenë me klipe dhe a do të transmetohen sikur album apo do t'jenë klipe të një pasnjëshme? Kënga që do të dali së shpejti është ripërpunimi që do të bëhet, që thash më herët, kënga Mos qaj për mua. Pas kësaj kënge, bashkëpunimi I radhës do të një duet, I cili do t'jetë kuriozitet, do t'jetë surprizë. Me një star turk. Sepse nuk e kemi vendosur akoma, vetëm e dim që do jetë 1 apo 2 bashkëpunime të fuqishme. Diçka tjetër nuk po zbulon. A do t'jenë me klipe? Nuk ta bëj qëllimisht, besom, se ti e di se t'kam një 5 vjetër. Jo, nuk po du me të prish punë kur gjo, se e di që nuk kom prish punë, seriozisht nuk e di mas ne. Do t'jenë me shqiptara apo me sepse Kemali vetëm ka ardhur këtu njerë ta shofi se si funksionon tregu, si është Shpati në jetën e përditshme. Më thonë, ka ardhur për një arsye, plus që jemi miq edhe dashamir, dhe është një njeri pozitiv dhe I dashur në shoqëri, e në shumë aspekte tjera, do ta shpalosim më tutje dhe do shumë kuriozitetin. Faleminderit shumë që keni qenë Elite Way, unë kisha shumë kënaqësi t'ju kem të dyve së bashku. Besoj dhe shpresoj në juve që do të bëni gjëra të mrekullueshme, ne do t'jemi këtu për t'ju suportuar edhe për t'ju ndëgjuar. Shumë Elita, kjo është e rëndësishme për ne shumë. Faleminderit shumë edhe për ftesën. Edhe të urojmë çdo të mirë, urojmë Bajramin gjithve. Urime edhe juve festën e Bajramit. Faleminderit zotri Kemal edhe juve. Ramınız kutlu olsun ve teşekkür ederiz Kemal Bey. Biz teşekkür ederiz bizi konuk ettiğiniz için. Faleminderit.